Gjykata e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm ka dhënë vendimin për ngjarjen e rëndë që troniti opinionin publik në nëntor të vitit 2024 ku humbi jetën 14-vjeçari Martin Cani. Trupi gjykues vendosi 16 vite burg për Mario Prodeshajn, i cili u shpall fajtor për 2 vepra penale, vrasje në rrethana cilësuese dhe vrasje në rrethana cilësuese mbetur në tentativë. Ngjarja ndodhi në 18 nëntor 2024 pranë shkollës Fanoli në Tiranë, ku 2 të miturit, nxënës të së njëjtës shkolle, u përfshinë në një konflikt fizik. Gjatë leshjes, Prodeshaj goditi me thik Martin Canaj, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën, ndërsa plagosi dhe një tjetër bashkëmoshatar. Gjatë procesit gjyqësor, gjykata vendosi rihapjen e hetimit dhe kërkoi kryerjen e vlerësimeve psikologjike për autorin dhe të miturin, të përfshirë në konflikt me qëllim një analizë më të plotë rrethanave të ngjarjes. Pas shpadhjes së vendimit, përfaqësuesi ligjor i familjes Sani deklaroi se ata nuk ishin të kënaqur me masën e dënimit. Pretendimet ishin të shumta, por kryesisht lidheshin me margjen e dënimit, për ta thënë shkurt, një dënim më të lartë se 16 vite. Gjithsesi ne mendojmë që te kalimi i kufirit 12 vite, që ishte një kufi i vendosur në kodin e të miturve, për drejtësi për të miturit, mendojmë që është pozitive për gjykatën, duke parë dhe mënyrën se si e ka kualifikuar veprën penale. Dhe fakti që këtë vendim të gjykatës shkallës parë, gjykata apelit e ka miratuar. Është bërë një hetim i përgjithshëm në gjykatën shkallës parë, pra nuk është lënë asnjë provë pa trajtuar e pa shqyrtuar. Të njëjtin qëndrim mbajti dhe babai 14-vjeçari Angel Cani, i cili kërkoi një dënim më të ashpër për autorin e vrasjes së të birit. Kjo që na ka ndodhur ne mos i ndodh kujt, domethënë ne akoma nuk kemi dhimbja jone shumë e madhe dhe pa imagjinueshme. Më themi. Atëherë një gjykata ka drejtat e veta dhe ligjet janë ligje. Ne pretendoshim për më shumë. Ka marrë një vendim pothuajse të drejtë. Ne dhimbja jonë nuk hiqet asnjëherë. Domethënë dhimbja është e pa imagjinueshme. Ngjarja shkaktoi reagime të forta publike dhe protesta qytetare për sigurinë në institucionet arsimore, si dhe për mënyrën se si trajtojnë konfliktet mes të miturve nga institucionet përgjegjëse.